Gjunamër I shkreti, mër. Shiko më çfarë thot, mër. Përmendja në dosjet Epstein, Jay-Z humbet miliona ndjekës në Instagram. Unfollow edhe për Rihanën, mos mër përse gjunamër. Po gjunamër Jay-Z e Rihanna, mër, për gjunamër, që I kanë bo kujt këta, mër. Po. E di pse I humbasin, se kështu janë bo, kjo bota ka morë fund. Amerika, bota, Europa kanë morë fund. Në Shqipëri është ndryshe, imagjino t'ishin Shqipëri këta, jo vetëm që s'do humbisnin followersa, po do ishin dyfishu followersat, do ishin thrit në për emisione, do ishin VIP, do ishin personazhe. E kupton ti, u kapen me dosjen Epstein, e kupton, u kapen me filan dosje, këtu ka dhe 100 milion dosje. E I marrin e I ftojnë në për emisione, e bëhen personazhe, e bëhen VIP-a, imagjino, shiko, t'ja çoj dikush këtë video këtyre, edhe Jay-Z edhe Rihanës t'i themi, o Jay-Z o Rihanna, hajde në Shqipëri, regjistroni këtu, ushtrojeni karrierën këtu, e dini në për dosje se ne kemi miliona dosje këtu. Epstein sa shasi gjo. Dili në për dosje, dili në për skandale, edhe do shihni si do rriten edhe followersat, edhe klikimet në për këngë, do shpërthejnë albumet, do shpërthejnë. Se mos merrni me punë, se këtu në Shqipëri, po more me punët e tuja. Po punove ndershëm, thon hama gjunavi I shkreti. I varfër I shkreti, merret me punën e vet. Djali mirë, po gjuna. Ama këto tjere që dalin në për dosje, që përfshihen skandaleve, këta janë VIP-a vlla. Këta janë gjiganta, këta këtyre me heq kapelen, këtyre I vëm dhe kollaren dhe I japim dhe dorën dhe I themi bravo të qoftë vlla. Bravo të qoftë. Kështu që Jay-Z dhe Rihanna keni lindur në vend gabuar, e ushtroni karrierën në vend gabuar, e jeni në Shqipëri se do dyfishohen followersat. Dakor? Dikush t'ja çoj këtë video, aman se s'e kam adresën.